Dhe me qenë se jemi të konsumatorët e huaj ndërkombëtar në këtë rast që vinë në Shqipëri, sa i rëndësishëm është konsumatori për Bashkimin Evropian? Në fakt, duke marrë shkas edhe nga shembuj që sapo përmendët, besoj që është e dukshme diferenca se si qaset konsumatori huaj me konsumatorin shqiptar. Bashkimi Evropian ka ndërtuar ndër vite, sigurisht, një kuadër shumë të zhvilluar ligjor për mbrojtjen e konsumatorëve, i cili përfshin një seri të drejtash themelore dhe këtu ato që dua të përmend janë e drejta për sigurinë e produkteve, e drejta për informacion të qartë dhe transparent për produktet dhe shërbimet që merren, e drejta për të pasur zgjedhje të lirë në treg, e drejta për kompensim në rastet e ankesave dhe e drejta e zgjidhjes së këtyre rasteve nëse janë shkelur të drejtat e këtyre konsumatorëve. Një element shumë i rëndësishëm i Bashkimit Evropian është gjithashtu konteksti i ri tashmë i zhvillimit të tregut, dhe këtu dua të përmend tregtinë online apo ekonominë digjitale, e cila vitet e fundit sigurisht ka pasur zhvillim të hovshëm dhe baza të reja ligjore të cilat janë prezantuar gjithashtu dhe në shtetet anëtare. Për këtë BE miraton rregullore dhe direktiva të cilat synojnë që të mbrojnë konsumatorin nga këto praktika të padrejta tregtare, nga informacionet e reme apo nga produktet që nuk përmbushin standardet e sigurisë, por gjithashtu edhe të cilësisë.